Një aksident i rënd është shënuar mesnatën e sotme në ujrat ndërkombëtare. Një tragedë me pasagjer është përplasur me një anije tregtare, duke shkaktuar mbytjen e kësaj të fundit. Mësohet se tragedi i linjës Bari-Durrës. Mësohet se tragedi i linjës Durrës-Bari është përplasur me anijen tregtare turke Rejna 1, i cili kishte një ekuipazh prej 10 personash. Është mbytur menjëherë pas përplasjes. Sipas informacioneve më të fundit, 2 marinarë të anijes turke kanë arritur të shpëtonin, ndërsa është gjetur trupi i pajet i një marinari tjetër. 2 marinarët e mbijetuar, Ahmet Sejgjic, 51 vjeç, dhe Ahmet Bau, 38 vjeç, si dhe Kufoma, një marinar tjetër tashmë janë në port, ndërsa dy kufoma të tjera si pasojë dallëve të mëdha nuk janë nxjerrë ende nga deti. Ndërkohë vijojnë ende operacionet e kërkim shpëtimit për 5 pjesëtarët e tjerë të ekuipazhit. Mësohet se tragedi me 300 pasagjerë në bord nuk është dëmtuar dhe ka qëndruar në vendngjarje për të dhënë ndihmën paraprake. Ndërkohë ushtria, policia dhe spitali i Durrësit janë vënë në gatishmëri dhe është ngritur shtabi i emergjencës, i cili drejtohet nga prefekti Genci Alizoti.